Sipas transmetimit të Ebu Hurajrës, i dërguari i Allahut ka thënë: "Nuk është i fuqishëm ai që i mposh njerëzit në duel, por ai që mban veten në çastin e zemrimit." Durimi, që do thot të qëndrosh belave dhe fatkeqësive, është një nga virtytet për të cilat besimtarët ka nevojë më së shumti gjatë jetës së tyre. Para se gjithash, durimi është kushti i parë i arritjes së besimit të plot dhe i ruajtjes së këtij besimi. Durimi është i pari më i spikatur i Islamit gjatë periudhës 13 vjeçare të Mekës. Durimi që lufta dhe përpjekja për mbrojtjen e besimit ndaj të gjitha shtypjeve dhe torturave e Hababëve, Amarëve, Bilalëve që kishin zgjedhur Islamin. Ndoshta pikërisht prandaj i dërguari i Allahut pyetje se ç'është besimi, i është përgjigjur duke thënë: "Të ish i duruar dhe tolerant." Prandaj edhe Abdullah ibn Mesudi durimin e ka quajtur gjysma e besimit, kurse Aliu radiallahu anhu durimin e ka krahasuar me kokën në trup. Ashtu siç nuk mund të rojë trupi pa kokë, ashtu nuk mund të përsoset besimi pa durimin. I dërguari i Allahut, i cili gjithnjë këshillonte durim karshi fatkeqësive, një ditë pa një grua që ishte duke qarë pranë një vari dhe i tha: "Ki frikë Allahun dhe bëj durim." Gruaja ja ktheu: "Ik tutje, ty s'të ka rënë kokë ajo që më ka rënë mua." Ajo nuk e njihte të dërguarin Allahut. Më vonë i tha se ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo shkoi tek dera e shtëpisë të dërguarit të Allahut, ku nuk kishte ndonjë që të bënte roje. Hyri pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Nuk të njoha." I dërguari i Allahut tha: "Durimi vlen vetëm në çastin e parë të fatkeqësisë. Thelbësore është të tregosh durim në çastet e para të përballjes me vështirësinë, të sillesh me durim derisa dhimbja e plagës është ende e nxehtë." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Namazi është dritë, lëmosh është dëshmi, durimi është shkëlqim. Në një aspekt durimi është tolerancë ndaj mundimeve të jetës. Besimtari në saj të tij do të mund ta dallojë të drejtën nga e gabuara, do të mund të marrë pozicionin në favor të së drejtës kundrejt të gabuarës dhe do të mund të shohë aromën e besimit." Ndoshta për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas besimit dhe vërtetimit të tij dhe menjëherë pas xhihadit si virtyte ka përmendur durimin dhe tolerancën. Edhe kryerja e ibadeteve që do të bëjnë të mundur përsosjen e besimit lidhen me durimin. Për shembull, agjërimi është identifikuar aq shumë me durimin, saqë pejgamberi ka thënë: "Agjërimi është gjysma e durimit", kurse Ramazanin e ka cilësuar si muaj i durimit. Po ashtu, edhe namazi është një ibadet që kërkon shumë durim dhe qëndrueshmëri. Allahu i Madhërisëm urdhëron duke thënë: "Kërkoni ndihmë prej Allahut me durim dhe namaz." Në Kur'an, besimtarëve u kërkohet me ngulm që të vazhdojnë me faljen e namazit. Pra, ata që mëtojnë pëlqimin e Allahut duhet i kryejnë namazet duke treguar durim në respektimin e etikës së namazit dhe për të mos rënë në cytjet e shejtanit. Po ashtu edhe ibadeti i haxhit është një demonstrim durimi në plot kuptimin e fjalës. Aq sa haxhilerët të cilët gjatë haxhit që kryet mes një mizerie njerëzish marrin në sy çdo vështirësi në këtë drejtim, e kanë bërë zakon të drejtohen njëri tjetrit me fjalët durim haxhi. E njëjta gjë vlen edhe për lutjet. I dërguari i Allahut ka lajmëruar se nëse besimtari nuk nxitohet në lutjen e tij, por tregon durim, lutja do t'i pranohet. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi dhe lavdërimi ta kanë Allahu xhalla shanu wa xhalla xhalalu. Paqja dhe mëshira qoftë me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe mbi gjithë umetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Rrugëtimi
gjithnjë është drejt lumturisë. Mi po ndodh që të ndërpritet për shkak të fatkeqësive, vështirësive që paraqiten në jetë. Kjo na bën që na të ndihemi të dëshpëruar, duke humbur elementin e lumturisë dhe gëzimit. Mirë po, duke ditur se durimi është një moral që përmendet më tepër se 90 herë në Kur'anin famuljar, dhe është një moral apo durimi hyjnor, dhe është një element apo cilësi, themi më shkurt, ilaç i të gjitha të këqijave. Për atë shkak, në shembull konkret, desha që në fillim të përmendi kur një prind ka një evlad, një fëmijë, dhe thot, në qoftë se Allahu do të mos provon me fëmijë, ma merr këtë evlad, këtë fëmijë që e ka, edhe unë do të hyj në varr bashkë me ta. Por ndodhe kundërta, për të vërtetuar se është ilaç durimi, Allahu Gjallëshanu wa Gjallë Gjallalu e sprovon në Kur'an njeriun dhe thot, do të sprovoj me frikë, me uri, me ushqim, me pasuri, me humbjen e fryteve, ku dietarët islam kanë komentuar këto humbjen e fryteve, jo fryteve që na përdorim për të ngrënë, por fryt sikur evladi që është fëmia, dhe Allahu Gjallëshanu dhe qatë fëmijë që ka ta merë, sprovon me një sprov të rënd, por mbas këtij e sprovave i drejtohet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: "Wa bashshiri sabirin." Ti përgëzoj muslimat njerëzit në durim. Do thot, durimi është ilaç dhe Zoti para se të sprovon një fatkeqësi, të cilën na e quajmë fatkeqësi dhe pse termi fatkeqësi te muslimat nuk ekziston, por para se të sprovon Zoti me këtë fatkeqësi, njëherë ta mbjell ilaçin në zemrën tënde dhe pastaj të sprovon me një sprov dhe nëpërmjet ilaçit, nëpërmjet durimit, në arrim të përballojmë çdo sprov që Allahu Gjallëshanu wa Gjallë Gjallalu na sprovon. Duke e ditur se është caktim dhe vendim i Allahut, ku thot edhe në Kur'an se i patmeta, i lartësuar është Allahu Gjallëshanu, në dorën e të cilit është gjithçka dhe çdo gjë është me caktimin dhe vendimin e tij. Andaj, ne duke e ditur se është caktim dhe vendim i Allahut, atëherë ne bëjmë durim dhe i përballojmë të gjitha sprovat që Allahu Gjallëshanu na sprovon. Besimtarët në marrëdhënie me njerëz të tjerë, në rastet kur diçka nuk u shkon për shtat, madje edhe kur përballen me ndonjë gjë të pajishme që i rëndon ata, në vend që të zemërohen për menjëherë, duhet të sillen me gjakftësi e durim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka këshilluar besimtarët që do ruan edhe nga zemërimi si pika përfundimtare e durimit dhe në çdo rast ka shpjeguar se sa me vlerë është mposhtja e zemërimit në situata të tilla. Kështu, një sahabi i cili kërkoi, më këshilloi, tha: "Mos u zemëro." Dhe megjithse ai e përsëriti disa herë të njëjtën kërkesë, i dërguari i Allahut çdo herë i ktheu të njëjtën përgjigje. Edhe në Kuranin famuljar, atyre që e përmbajnë zemërimin, është dhënë si arritje i dhuntive të xhenetit. Me fjalë të tjera, të sillesh me durim në momentin e zemërimit, me shprehjen e Kuranit do të thotë ta parandalosh të keqen në mënyrën më të mirë. Po ashtu edhe i dërguari i Allahut ka thënë: "Nuk është i fuqishëm ai që i mund njerëzit në duel, por ai që e mban veten në çastin e zemërimit", dhe ka sugjeruar strehim tek Allahu nga pushtimi prej shejtanit në momentet e zemërimit. Ka këshilluar që personi zemëruar të ulet nëse është në këmbë dhe nëse ende nuk i qetësohet zemërimi, atëherë të shtrihet. Krahas mbrojtjes së të drejtës vetjake në raste padrejtësie, shpifje, sulmi fizik apo verbal, ka shumë rëndësi të tregohet durim dhe qëndrueshmëri. Donse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qoftë sahabët e tij, qoftë të gjithë ummetit në përgjithësi, u ka këshilluar durimin në shoqëri, në disa raste durimi nuk është aq i lehtë. Megjithatë, i dërguari i Allahut, duke vënë në dukje se besimtari që jeton bashkë me njerëzit dhe i duron mundimet e tyre, do të ketë shpërblim më të madh se besimtari që nuk ron mes njerëzve dhe nuk i duron mundimet e tyre.
Ka theksuar se muslimani duhet të tregojë durim ndaj sjelljeve të tjerëve edhe nëse këto nuk i shkojnë përshtati. Durimi përmendet më tepër se 90 herë në Kur'an. Unë do t'i përmendi vetëm 3 ajete nga Kurani Kerimi për shpërblimin të madh që jep Allahu xhaleshanu për durimtar. Dhe se Allahu është me durimtar, thot Allahu në Kur'an, Wallahu yuhibbu sabirin. Allahu i don shumë durimtarët. Në ajetin tjetër thot, Inna Allahe me as-sabirin. Gjithmonë, me të vërtet, Allahu është me durimtarët. Dhe kur Allahu i don durimtarët, dhe Allahu është me durimtarët, atëherë sa i jep shpërblimin, thot shpërblimin për durimtarët e jep pa kufi. Ajrahum bi ghairi hisab. Ashtu edhe në gjuhën shqipe ne i thomi pa hesab. Do thot nuk ka matematik njerëzore që mund ta llogarit shpërblimin e Allahut. Mirë po, këtu ndalemi në di kuptime. Kuptimi i parë se shpërblimi që vjen nga Allahu është për ata durimtarë të cilët i don Allahu, bëjnë durim dhe është me ata, Allahu xhaleshanu do t'i shtin, do t'i dërgon në xhennet pa mos qëndruar në ditën e gjykimit 50.000 vite sikur qëndrojnë të tjerët, vetëm nga durimi që e bëjnë. Pa mos qëndruar 50.000 vite në ditën e gjykimit, duke mos përjetuar në nxehtësinë e diellit apo djersat të cilët ndonjëherë ka plan thot Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, deri në djun, deri në kërthis, deri në fit, dikush edhe noton në djersën e vet. Por ki nuk do ta përjeton, ki durimtar nuk do ta përjeton kët. Ndërsa kuptimi i ditë është në xhennet, kur do të hyjnë besimtar, shpërblimi është shumë i madh. Një shembull konkret është një hadith kutsi ku Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam thot, kur robi i Allahut do të del para Allahut dhe do të maten në peshore, në mizan, veprat e tij të mira dhe të këqija, do të shohim se shumica e njerëzve ne jemi rob të cilët jemi gabimtar. Si krijesë jemi të krijuar gabimtar. Por jo rastisht pra pejgamberi alisam thot, çdo i biri i Ademit alisam është gabimtar, por më i miri prej gabimtarëve është ai i cili pendohet te Allahu. Dhe ne jemi gabimtar. Dhe kur do të maten në peshore veprat tona, shumica e robit të Allahut do dalin veprat e këqija më tepër se sa të mira. Se ne në jetën e përditshme më tepër gabojmë se sa bëjmë të mira, ose do të jenë të barabartë. Ndërsa nuk anon peshorja e veprave të mira. Dhe në fund, Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelalu, edhe pse është i gjithdijshëm dhe e dimat, do t'i drejtohet melekëve, do t'u thot a ka ndonjë vepër tjetër për këtë person. Kur melekët do të thonë se jo, atëherë Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelalu do të vinë, ne i themi shqip kështu, një kallaballëk të mira, sevape të shumta, që do të anojnë në peshorën e veprave të mira. Dhe kështu do t'i lejohet atij, do t'i urdhërohet që të hyjë në xhennet. Robi, çdo rob i Allahut do të jetë kurështar ta dije se nga erdhen këto vepra të mira. Kur ai diti se i pa edhe veprat e mira dhe të këqijat, ishin të barabarta apo në humbje ishte. Por kur erdh kjo një vepra të shumta, të mira, do të jetë kurështar ta di nga erdhen këto. Atëherë Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelalu do t'i drejtohet. Thot, e mban mend kur unë ta mora nënën, ta mora bashkëshortin, ta mora bashkëshorten, ta mora evladin, të sprovova me sprova shumë të rënda dhe ti nuk the kur gjë tjetër përveç se inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ka Allahut jemi dhe te Allahu do të kthehemi. Ti bëre durim për hir timin dhe këto sevape janë të durimit. Do të thotë, të gjitha këto kallaballëk të cilët nuk mund të llogarit mendja e njeriu, nuk ka matematik që mund të llogarit këto të mira të Allahut që vijnë, pra janë vetëm nga durimi, që e bëjmë ne kur ne sprovohemi në fatkeqësi. Për këtë edhe një shembull konkret, dësha të bëj një analizë në mjet të durimtarit dhe jo durimtarit. I durueshëm ai që duron dhe ai që nuk mund të duron, është sikur një sportist tenisi i cili mban në dorën e djathtë një top të tenisit dhe në dorën e majtë mban një shishe të plastikës. Dhe ai duke shtipër me gishta edhe topin e djathtë, edhe shishen e plastikës. Do të shohim se shisha e plastikës do të shtrihet, ndërsa topi është elastik. Gjithmonë kur ai lëviz me gishta topi është elastik. Ashtu është durimtari. Kur ai sprovohet nga Allahu, ai është elastik. I përballon ato me durim dhe është gjithmonë elastik dhe i përballon këto sfida. I kalon me ndihmën e Allahut. Duke ditur se me durim
gjithmonë pranë ti është krijuesi i gjithësisë Allahu. Ndërsa ai i cili nuk duron me një sprovë të tillë kur Allahu e sprovon, ai do të shtrihet sikur plastika dhe do të dëshpërohet dhe do të kalon një jetë shumë të vështirë. Jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me plot kuptimin e fjalës është thurur me durim që prej fëmijërisë së tij ai u ka rezistuar sa e sa vështirësive të jetës, para se gjithash, para se të vinte në botë, pati humbur baban, në moshë të vogël humbi nënën, në momentet më të vështira përjetoi dhimbjen e vdekjes së bashkëshortës së tij të dashur, Hatixhes radiallahu anhu, dhe përveç Fatimes radiallahu anhu, i ka varrosur të gjithë fëmijët e tij. Megjithatë, ndaj të gjitha këtyre fatkeqësive ai gjithnjë është treguar i duruar. Nga ana tjetër, i dërguari i Allahut, në ditën kur i mblodhi Mekasit për t'i ftuar në besimin e një Zoti të vetëm, njëri nga më të afërmit e tij, dhe ndoshta ai që pritej t'i besonte i pari, Ebu Lehebi, ja ktheu me tallje. Qofshi mallkuar, ju drejtua Ebu Lehebi, a për këtë na ke mbledhur? Po ashtu, edhe dhujtarët në çdo rast i drejtonin fjalë fyese të dërguarit të Allahut dhe përpiqeshin ta bënin të tërhiqen nga misioni i tij. I dërguari i Allahut, me shpresën se do të besojnë në Zotin e vetëm e të pashoq, shkoi në Taif, por njerëz të humbur atje e gjuajtën me gur. Edhe pse disa sahab i thanë që ta mallkonte fisin Thakif të Taifit, i dërguari i Allahut duroi dhe në vend të mallkimit u lut kështu: Zoti im, udhëzoje Thakifin. Në fund i dhujtarët Mekas tentuan edhe ta vrisin dhe detyruan të mërgonte nga dheu i tij. Megjithatë, i dërguari i Allahut nuk rishti se kumtuar Islamin, nuk tregoi lodhje në këtë, por me shpresën se një ditë do të udhëzoheshin edhe mohuesit gjithnjë zgjodhi durimin. Gjithmonë durimtarët me durimin e tij janë reflektues. Përmendim një hadith Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam që na sqaron shumë bukur se durimtari sa e çuditshme thot është kjo botë për besimtarin. Gjithmonë besimtari do të jetë fitues. E pyetën sahabët shok, si ja Resulullah, si o i dërguari i Zotit? Thot, në qoftë se Allahu jep një mirësi, ai është falendërues. Dhe kur e falenderon Allahun, Allahu jep shpërblim, sevap. Ndërsa, kur Allahu e sprovon, përsëri është fitues. Pse? Sa ai duron. Do thot në të parën, Allahu i jep mirësi, ai është falendërues për mirësinë dhe është fitues, fitimtar. Në të dytën, sprovohet nga Allahu dhe ai duron, përballon dhe është përsëri shpërblyes nga Allahu xhaleshanu. Këtë na mëson Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam se si një grua në kohën e Muhamedit alayhis salam ishte e sëmurë nga një sëmundje epilepsisë. Dhe gjithmonë ajo kur smuheshte nga kjo, kur e kapte kjo sëmundje, ajo edhe zhvishej. Dhe kjo e çoi deri te Muhamedi alayhis salam që t'i thot ja Resulullah, o i dërguari i Allahut, a ka mundësi ta lutish Allahun, Zotin, që ai të ma hek këtë sëmundje. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha nuk ka problem. Unë do ta luti Zotin, por në qoftë se ti je i durueshëm, në qoftë se ti duron në këtë sëmundje, Allahu do ta jep shpërblim xhenetin, ti do ta meritojsh xhenetin. Dhe gruaja u mendua pak dhe i tha o i dërguari i Zotit, unë pajtohem që Allahu të më lënë këtë sëmundje, por gjëja më e keqe është se unë kur smuhem edhe zhvishem dhe nuk jam në mend. A ka mundësi bere të lutish Zotin që ai të ma hek këtë sëmundjen të malane, por që mos zhvishim kur smuh. Dhe pejgamberi alayhis salam bëri dua te Allahu dhe Allahu xhaleshanu përsëri ja la atë sëmundje, ajo do të thotë pranoi të jetë e sëmur me epilepsi, vetëm që të jetë të reflektues, të reflektoj në mbar njerëzimin. Ashtu edhe unë kisha dash të gjithë teleshikuesve që na ndjekin, që ato gjithmonë të jenë durimtar në sprovat e Allahut, që të jenë fitimtar në këtë botë dhe në botën tjetër, të arrijnë shpërblimin e Allahut kudo që të jenë. Ndoshta është shumë një fatkeqësi e rëndë kur Allahu të sprovon me një evlat, si thonë, me një fëmijë, por dije se sprova e tij, ai i cili kur Zoti sprovon me një evlat, dije se ka përgatit një shtëpi në xhenet që është me emrin shtëpia mirënjohjese. Që je mirënjohës, Allah është mirënjohës për ti që bën duri. Andaj, është fatkeqësi e rëndë
por për të arritur në gradën më të lartë dhe të jesh reflektues para opinionit, para gjithë njerëzimit tjerë, është durimi që ti e bën për hir të Allahut, që të arrish atë shtëpi në xhenet dhe të jesh i lumtur dhe i gëzuar në këtë botë. Edhe pse përballon fatkeqësi apo vështirësi të shumta, por janë sprova të cilët vijnë me caktimin e Allahut xhaleshanu. Në të vërtetë durimi është rruga e pejgamberëve të vendosur e të vullnetshëm. Durimi është nënshtrimi i Ismailit sallallahu alaihi wasallam ndaj dëshirës së Adit për ta flijuar. Është ngushëllimi i durimit të mirë të Jakubit sallallahu alaihi wasallam që kishte humbur Jusufin sallallahu alaihi wasallam. Është shërimi i sëmundjes që përjetoi për vite me radh Ejubi sallallahu alaihi wasallam. Është strategjia e jetës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të përballuar torturat, bojkotin dhe mërgimin në Mekë dhe mundësi për xhihad fitore dhe për ndërtimin e shoqërisë së dashurisë në Medinë. Durimi ndaj sprovave të jetës si skamja, uria dhe sëmundja është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i dërguar i Allahut, i cili dinte të kënaqej me atë që kishte dhe nuk i linte me njan mbështetjen tek Allahu. U është bërë shembull sahabëve duke bërë durim personalisht në kushtet e vështira ekonomike të kohës. I dërguar i Allahut, të cilët nuk i kanë ndodhur që të hajë buk gruri 3 ditë rresht, njerëzve përreth tij u ka këshilluar durimin karshi vështirësive të jetës. Me fjalët e të dërguarit ton, durimi është dritë që ndriçon në rrugën e besimtarit, prandaj në nënshtrimin ndaj Allahut, në përmbushjen e urdhrave dhe në shmangjen nga dalesat e tij, si dhe në qëndresën ndaj kërkesave të epshit, gjithnjë duhet pasur si parim durimin. Muslimani duhet të bëjë durim karshi fatkeqësive, të jetë i qëndrueshëm ndaj vështirësive të jetës dhe t'i kapërcejë me durim pengesat që i dalin përpara. Por duhet pasur parasysh se këto pengesa nuk janë të kufizuara vetëm me vështirësitë, ashtu siç mund të mendohet. Pengesat më të mëdha e më të vështira për të u kapërcyer në robërinë ndaj Allahut nuk janë vështirësitë, por është bulloku. Në këtë rast, durimi është ruajtja e besimit, pa e humbur veten karshi stolive dhe dhuntive të jetës së kësaj bote, që rrjedhin sikur nuk do të mbarojnë kurrë. Është vazhdim i jetës në pa drejtim. Durim nuk do të thotë të nënshtrohesh padrejtësive dhe të mos reagosh. Durimi i vërtet është të bësh mirë, të thuash të vërtetën dhe të përballesh me vështirësitë në këtë rrugë përkundër stolive të botës, joshjes së egos dhe shumicës që gjendet në rrugë të gabuar. Me fjalë të tjera, durimi nuk është pajtim me degradimin, duke mos bërë asgjë, por nuk kupton marrjen e masave që në fillim për të mos rënë në këtë gjendje. Gjithashtu i dërguari i Allahut u ka kërkuar muslimanëve që kur të shohin të keqe, ta largojnë me dorë atë, nëse nuk munden, ta rregullojnë me gojë, e nëse as për këtë nuk munden, atëherë të paktën ta refuzojnë me zemër. Këshillat që Lukmani ja ka dhënë të birit vlen për të gjithë ne. O biri im, kryeje namazin, urdhëroje të mirën, pengoje të keqen dhe bëj durueshëm për çfarëdo që do godet. Vërtet, ky është thelbi i patundur i të gjitha punave.